Hoq, Kurani ka folur për pejgamberët para profetit ton alayhis salam. Mund të përmendesh diçka për ndihmën e tyre ndaj njerëzve? Po, patjetër, Zoti i Gjatësisë na përmend Kur'an për pejgamberët para profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe subhanallahu, ata ishin çfarë i thot Zoti i Gjatësisë profetit alayhis salam Kur'an? I thot ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Ata ishin pra të cilët i kishte udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë. Prandaj ndiq rrugën e tyre. E porosit profetin alayhis salam ndjek rrugën e tyre. Dhe në çdo aspekt ti do të gjesh shembuj pra në Kur'an, jo më kot Zoti i Gjatësisë i përmend historitë e tyre, në mënyrë që ne të marrim mësim, ne të ndjekim rrugën e tyre, rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala i lavdron ata në Kur'an, pejgambert, ku thot ata garonin pra për punë të mira. Dhe shembuj përmend Zoti i Gjatësisë. Për shembull, kemi profetin e Zotit është Musa alayhis salam. Është njëri prej 5 profetëve më të zgjedhur. Pasi ai u largua prej Faraonit, iku pra narrativ prej Faraonit, prej zullumit të tij, doshta ta vriste Faraoni, dhe Musa alayhis salam largohet, shkon në një vend pra larg, Medien quhet. Përmendin dietarët e tefsirit, thot ai ka bërë udhtim të gjatë dhe ishte tepër i uritur, saqë pra nuk kishte ushqim, saqë barku i tij pra po shkonte gati ngjit me shpinën. Dhe shkon shef disa njerëz, ishin mbledhur në një vend, pra ishte një pus uji. Ishin mbledhur aty dhe shikon më larg 2 vajza. Dhe i pyet, i thot, po ju thot, ato e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Than nuk i japim, ato kishin bagti. Pra ato tjerët ishin bari, mblidheshin tek pusi i ujit për të dhënë për të pirë bagtive. Dhe thon ne thot nuk i japim për të pirë bagtive derisa të përfundojnë barit. Ishim atë fuqishëm ata këto 2 gra. Dhe thon babai ynë thon është njeri më shumë, burri më shumë, plak. Allahu subhanahu wa taala çfarë thot? Ai u dha pra për të pijë atyre. Dhe më pas thot Zoti i Gjatësisë shkoi tek pema. Shkoi pra me ul në hije. Imagjinoje ti këtë moment ku Musa alayhis salam nuk kishte ngrënë ditë të tëra ushqim. Pra ishte tepër normale që të thoshte atyre nëse doni të marroni punë shpejt para këtyre, dhe Musa alayhis salam përmendet se ishte tepër i fortë. Kur e ka ngrit atë gurin, pra sa ai pusi kishte një gur lart. Kur e ka ngrit atë duhej disa burra ta ngrinin. Musa alayhis salam tepër i fortë e ka ngrit vetëm. Dhe mbaruan shumë shpejt ato gratë, pra ato 2 vajzat. Shkon Musa alayhis salam dhe nuk kërkoi asgjë. Shpërblimin prej Allahut të lartësuar, në ndihmë të njerëzve. Shkon ulet në hijen e pemës dhe e lut Zotin e Gjatësisë. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Allah, për çdo gjë që të më japësh kam nevojë. Imagjinoj pa ushqim, nuk kishte as shtëpi, s'kishte as familjen, pra kishin mbet në Egjipt. Subhanallahu, Allahu subhanahu wa taala e shpërbleu Musa alayhis salam. Kur shkuan këto vajzat tek shtëpia, shkuan herët, ndryshe nga natyrshmëria që shkojnë, pra nga përditshmëria, shkojnë shumë vonë. A ditë shkuan shumë herët, babai i tyre interesohet. I than një burr, pra i përmendën forcën, pra ti përmendën edhe duke edhe ai ndershmëria e tij, pra nuk provokim ose diçka as pak. Dhe ky dërgon njërën prej tyre që ta ftonte Musa alayhis salam që ta shpërblente. Dhe shkon Musa alayhis salam, si përfundim pra ai i ofron që të qëndronte aty, e përgëzon që kishte shpëtuar prej Faraonit, po ashtu i ofron pra që të martohej me njërën prej 2 vajzave të tij dhe u bë me familje, me shtëpi, me punë, me ushqim. Pra Zoti i Gjatësisë e shpërblen njeriu nëse ai përpiqet t'i ndihmojë pra të gjindet të tjerëve,
Patjetër, Allahu subhanahu wa taala përmend edhe për profet tjerë, për shembull Isa alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, pra Jezusi, Isa alayhis salam, thot Zoti i gjithësisë për të në Kur'an, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Dhe më ka bërë mua mubarak, thot Mujahid, nafa'an linnas. Thot në fjalë, më ka bërë mua në dobi të njerëzve kudo që t'jem. Kjo ishte cilësia e profetëve të Allahut lartësuar. Pra cilësia e tyre, një ndër cilësitë e tyre ishin garues për punë të mira. Ishin njerëz që u gjindeshin të tjerëve, njerëzve në nevojë.